se nesër në mëngjes edhe nisemi për Kroaci dhe Sloveni. Dëmë thënë, ta shikeni, me njerë maski, dëmë thënë, mas nesër, për bjenë me njerë koncerti i njajt që mbahet në Zagreb. Në Zagreb, po ashtu edhe shfaqja e baletit, dhe pastaj shkojmë për gjatë ditës me datën 25 edhe në Ljubljan, ku shfaqet edhe koncerti në Ljubljan. Këtu kemi pasur i Ljubljanës, po, kemi hasur në bashkëpunim me ambasadorin e Kosovës atje, zotri Valdet Sadikun, i cili e ka përkrahur në çdo moment këtë koncert. Gjithashtu në ftesën e kemi marrë nga Esat Çollaku, është një udhëheqësi apo drejtuesi i Unionit të Shqiptarëve të Kroacisë, i cili na ka ftuar për të qenë pjesë e këtyre. Mirë shumë, do të thonë, në Kroaci mas nesër, kjo është mas nesër për Kroaci, te Pallati i Gazetarisë atje, pastaj edhe baleti ishte në Kroaci, apo? Te teatri kuklave. Te teatri kuklave, po. Kuklave në Zagreb, edhe kjo, në ora 18. Ta shojmë edhe postelin e baletit. Baleti është i, të pëthonë, është koreograf edhe... Koreograf është Driton Saqipi, është njëri ndër profesorët e baletit brenda shkollës sonë, që me të vërtet ka bërë një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm në ngritjen e cilësisë në drejtimin e baletit, këtu të ne. Okej. Edhe në Sloveni pastaj me 25 prill. Po. Bukur. Sa nxënës janë momentalisht shkollë? Në shkollën, mendojmë kështu në përgjithësi, janë dikur 870 nxënës, 870 nxënës pjesë e shkollës së muzikës. Okej. Mirë shumë. Ka është të thonë, sa i vërket koncerte, po besoj që gjitha ta kanë me pas mundësin sot me qenë ofër me pa dhe punën e jujt palodhshme gjatë kësaj kohë, sepse po besoj që ma e rëndësishme, po besoj që rëndësi tjetër ka koncert që organizohet për 75 vjetorin ose për vjetorin e shkollës, ndryshe prej koncerteve që realizohen gjatë vitit, po për kushtimi ka qeni njëjtë prej juve dhe stafit juj që tashmë zbashku, bashkë me nxënësit jeni përgadit, keni punu mjaftë shumë që sot në ora 19 me dhuru një shfaqje, një koncert jashtëzakonshëm për krejt ata që do t'jem prezent. Absolutisht. Ne mirëpresim të gjithë t'jen pjesë e këtij koncerti dhe me të vërtet do t'jetë një koncert i cili do të mbahet në mend. Është thjesht edhe Princ Fanaj, Elton Styla, Blerta Martinaj dhe Eris Laqi janë nxënësit e tjerë të cilët do t'jenë solist në këtë koncert, për pos Orajen Popa, i cili ka marrë çmimin, si që tregova Prenkjakova. Kështu që këta janë ndër instrumentistët më të dalluar të shkollës, janë nga shkolla e ulët dhe nga shkolla e mesme. Dhe thjesht do t'jetë një koncert i mrekullueshëm. Absolutisht ju mirëpresim. Jetë falenderit shumë për këto informata, edhe s'pëdive, unë veç kur pisha të më thënë koncert sot, koncert mas nesër në Zagreb, koncert mas qetinezër, gjithojmë, në Ljubljan, edhe baletin të një në Zagreb, veç kur pisha qëto, shqyqyrë si si jam në organizim, se për krajen si vjetë e kemi marë prej Ministrisë Kulturës, nështë kjo është shumë e rëndësishme edhe të ceket. Të vëdhënëm edhe Ministria Kulturës edhe pse jeni institucioni komunës nuk është që ka një arti nuk... Kanë gjithë formë për kra këtë aktivitet, se me të vërtet është një aktivitet i cili duhet për krahur, është aktivitet kulturor, kështu që jemi shumë të lumtur dhe shumë falemderues ndaj Ministrisë Kulturës në këtë rast, por edhe DKA-s, IPKO-s, Filharmonia Kosovës, gjithmonë është e gatshme të na lirojë sallën për të realizuar koncertin duke pas parasysh që ujë rrugove e tjerë, kështu që të gjitha këto janë edhe sponsorët tanë, apo sponsorët e këtij festivali, se pak ta edhe nuk ishim mujt me realizu gjithë këtë ëndër që me të vërtet është shumë e rëndësishme për këta fëmijë, sepse nëse ata mbetet të izoluar për brenda Kosovës, atëherë nuk do të kemë vullnet për të vazhduar tutje. Kështu që nga shtatori duke pas parasysh se do të udhtojmë edhe jashtë Kosovës, ata kanë treguar në një entuziazëm në realizimin e detyrave të tyre. Kështu që nuk do të ndalemi, prap vitin e ardhshëm do të vazhdojmë.
me një koncert të radhës, do të shohim se ku do shkojmë, por gjithsesi do dalim jashtë Kosovës edhe jashtë Prishtinës, kështu që unë i uroj sukses edhe të rinjve, Lirionës, Violetës, Kristinës, Violeta Popovës, Violeta Krasniqit, edhe Fatbardhit si drejtus apo drejtus artistik i këti koncerti, edhe Driton Saqipit që mos të ndalin, të vazhdojmë tutje që mos të hezitojnë e të kryojnë gjërat të bukura si që janë duke kryuar deri sot.